zoti Askuka ka bërë një punë mjaft të mirë dhe nëse marrim parasysh këto krahasimet që i bëjmë e që kryetari aktual ka qef t'i bëj tek realizimi i premtimeve në një organizatë që e bën Instituti GAP, me ta Askuka del që ka përmbushur më shumë premtime se Shaqir Totaj. Është fare lehtë e krahasueshme kjo punë. Se po është që disa emisione Shaqir Totaj del e thirret në këto të dhëna. Këto të dhëna këtu. Dhe thotë se i ka përmbushur mbi 80% të premtimeve. Neve na del këtu 53, sepse po i matë vetëm premtimet e përfunduara. Në atë të dyshin, treshin e vet i ka shti edhe ato gjysmë të përfunduara edhe 14 të filluara. Por s'ka rëndësi, edhe po ta masim kështu sipas standardit të tij, del të jetë se kryetari i Askuka ka qenë shumë më i mirë në realizim të zotimeve të tij karshi shtetarëve të Prizrenit sesa që është kryetari Totaj. Por mbase kjo çështje nuk ka qenë kriter i vlerësimit në zgjedhjet e kaluara. Pra nuk është matur sa i ke realizu premtimet dhe si rezultati i kësaj është fitu pushteti në forma të tjera. Por gjithsesi, unë jam këtu me një platformë timen si Artan Abrashi, kandidat i lëvizjes dhe ndosje për kryetar të komunës Prizrenit. Unë jam për herë të parë kandidat për kryetar të komunës Prizrenit. Para meje kam një platformë e cila është rezultat i takimeve të shumta dhe të pandërprerme me qytetarët e komunës Prizrenit, të fshatrave lagjeve tona, që kanë probleme si rezultati neglizhencës së vëmendjes së komunës Prizrenit.